Zoti Berisha, shoh që insistoni me padurim që të merrni pjesë në festat e 35 vjetorit Partisë Socialiste. Ne kemi një kalendar të parashikuar të festave tona. Sigurisht që ju nuk mund t'jeni i ftuar në ditëlindjet e Partisë Socialiste, as në Vlorë, as në Tiranë, as gjëkundi. Ne ju kemi mundur 15 herë nga 20 betejë elektorale. Me Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, ju kemi mundur 8 herë rresht në 8 përballjet e fundit. Do ju mundim përsëri pas një viti në zgjedhjet vendore, do ju mundim dhe në 2029. Prandaj diversionin tënd, se nesër në Vlorë, pas kemi ne anti-miting, ne kemi një fest ditëlindje. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Dhe pa dyshim, për Artur Sheun ti pyete këtë, se Artur Sheu e ka çuar në Vlorë këtë. E di fare mirë ky. Me makinën Artur Sheut ka shkuar në Vlorë, po e di fare mirë. Pyete. Kështu që mos u nxehni. Merreni me qetësi, siç ju kemi mundur, do vazhdojmë t'ju mundim përsëri. Dhe ndërkohë bëni mirë që të vini mend se nuk po ju kupton askush. Zotëria del edhe thot mbështesim investimin. Gjë që tregon të paktën kulturë shtetërore. Dhe sa i përket investimin në Zvërnec, jo ju, edhe ju tjerët atje në fund sallës. Ai investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Është një investim historik, i cili do ta vendosi Shqipërinë tonë të përbashkët aty ku na takon, në ligën e kampionëve të vendeve me turizëm të zhvilluar. Ata që dalin kundër këtij investimi nuk i shërbejnë interesit vendit. Pushati, që se po flas me këton, po nuk merr me ty, po merr me këtë tash kur të vi koha të merr me ty, ka marru punë. Tani e fundit. Prandaj tregoni me një qëndrim. Dilni këtu dhe thoni, jeni pro investimit apo kundër investimit. Kaq. E gjithë diskutimi bëhet për këtë. Ne jemi pro investimit sepse mbështesim investimin.